Mirësilda, parim apo pushtet? Parim, Konsensus apo përballje? përballje, Autoritet me qetësi apo autoritet me forcë? autoritet me qetësi, Në zyrë apo në terren? në terren, Projekte afatshkurtra apo vizione afatgjata? vizione afatgjata, Mandat i gjatë apo ndryshimi shpesh në politikë? ndryshimi shpesh në politikë, Komunikim direkt me qytetarët apo përmes mediave? drejt për drejt me qytetarët, Disiplinë partjake apo autonomi në vendimarrje? autonomi në vendimarrje, Në Këshillin Bashkiak, kuotë gjinore apo garë pa kvota? kuotë gjinore, Politikë me zemër apo me llogaritje? me zemër. Përshëndetje, rishihemi në këtë episod të radhës të Vox Politics, në cilin flasim me gra dhe vajza në leadership, flasim për sfidat e tyre, flasim për arritjet e tyre, flasim pikërisht për të ngritur zërin e tyre për gjitha ato problematika dhe ato barriera që i pengojnë vajzat dhe gratë në politikë, por për të gjitha ato arritje që ato bëjnë gjatë karrierës së tyre dhe që mund të frymëzojnë edhe vajzat dhe gratë të tjera të cilat duan të bëjnë pjesë e politikës. Në fakt, thuhet shpesh se politika e qendrore është ajo ku bëhen ndryshimet e mëdha. Ajo që unë kam besuar gjithmonë dhe që besoj fort është politika lokale, ajo që bën ndryshimet e mëdha. Është politika lokale që është më afër qytetarëve, është pak më e vështirë ndoshta për t'u bërë, po është ajo që realisht ka më shumë impakt të menjëhershëm në jetën e qytetarëve. Dhe pikërisht prandaj është shumë e rëndësishme që zëri vajzave dhe grave në leadership dhe në vendimarrje të dëgjohet edhe në politikën lokale dhe ne jemi shumë të kënaqur sot që kemi pjesë të këtij episodi, njërën prej tyre e cila është kryetare e Bashkisë së Lushnjës. Eriselda Sefa je një nga figurat e leadershipit lokal me profil që ndërthur akademinë, administratën publike dhe angazhimin në qeverisjen vendore së fundmi. Mban titullin doktor shkencash në histori dhe ke ndjekur gjithashtu studimet pas universitare për marrëdhënie ndërkombëtare dhe diplomaci, një formim shumë i gjerë edhe për sa i përket politikës. Në fillimet e karrierës ka kontribuar në fushën akademike si pedagoge dhe që prej vitit 2006 me eksperiencë të gjatë edhe në administratën publike, ku ke mbajtur një rolesh të rëndësishme, përfshirë koordinatore lokale për Bashkimin Evropian, shef e kabinetit, nënkryetare e Bashkisë Lushnjë dhe tashmë që nga viti 2021 jeni kryetare e Bashkisë Lushnjë. Një eksperiencë gjatë në pjesën e administratës, por besoj shumë e rëndësishme për të arritur aty ku jeni sot për të marrë vendime të drejtë për drejta për qytetarët. Kjo në fakt është një bio cilën neve e përgatisim vetë, por pyetja e parë që unë bëj gjithmonë si pjesë e podcastit është kush është Eriselda në 30 sekonda? Elir, shumë faleminderit për ftesën, është shumë kënaqësi të bashkëbisedoj me ty, duke qenë se je një nga ato gratë të cilat në qendër të vokacionit tuaj keni pikërisht promovimin e grave dhe mbështetjen e grave. Eriselda është për te titujve, është dhe një vajzë e cila ka lindur dhe është rritur në Lushnjë, është nëna e një djali 7 vjeçar dhe çdo ditë ai më bën që unë të kuptoj që duhet të punoj akoma më shumë me përkushtim dhe dashuri për komunitetin tim, për të ardhmen e tij dhe për të ardhmen e të gjithë fëmijëve në Lushnjë. Jam vajza e 2 prindërve nga një familje thjeshtë, të cilët më kanë mbështetur shumë, sidomos babai ka qenë mbështetja kryesore në rrugtimin tim politik dhe për fatin tim të keq kur unë arrita atje ku ai ndërronte, ai nuk jetonte më dhe ta shijonte atë që ai kishte ndërruar për mua. Patjetër që sot shtylla kryesore vazhdon të jetë bashkëshorti im. Dhe një mbështetje të jashtëzakonshme kanë qenë edhe 2 vëllezërit e mi, të cilët në çdo hap të rrugtimit tim ka qenë aty për mua. Dhe patjetër që këto rrënjë më kanë bërë që unë të qëndroj e fortë, por patjetër edhe të përçoj vlerat e një vajze të thjeshtë dhe patjetër që të mos harroj asnjëherë origjinën nga e cila vi. Dhe kjo më bën që unë çdo ditë të jem pranë njerëzve, të punoj për ta, të punoj me shumë dashuri dhe me shumë përkushtim. Të falenderoj për këtë prezantim, në fakt
Është e vërtet, nuk na bëjnë titujt ata që jemi, po na bëjnë rrënjët edhe ata prej cilëve vinë, po edhe ata që na mbështetin. Ti ke patur një tranzicion interesant, pra nga le të themi arsimi pedagoge, më pas në administratën publike, më pas edhe marrëdhëniet ndryshme me organizatat ndërkombëtare dhe më pas pushteti vendor në krye të tij. Si ka qenë ky tranzicion edhe çfarë të ka shtyrë që ta kërkosh leadershipin në pushtetin vendor? Domethënë arsyeja kryesore për cilën ti u fute në rrath të parë në politik. Se kur je në administrat nuk je në rresht parë. Kur je në kryesim, aty je në politik realisht në rresht parë. Në fakt, menjëherë mbasi unë mbarova universitetin, fillova të punoja në administratën publike, që ishte Bashkia e Lushnjës, ndërkohë paralelisht ndiqja dhe studimet e mia të thelluara pas universitare për histori dhe më pas doktoraturën, dhe ndërkohë punoja dhe si lektore në universitet për lëndën për të cilën unë isha profilizuar, por duke punuar në përditshmëri në pushtetin vendor, pranë njerëzve kuptova që vokacioni im ishte që t'i shërbeja qytetarëve, dhe çdo ditë tek unë rritej dashuria dhe përgjegjësia për të punuar akoma më shumë dhe kënaqësitë që t'i merr nga puna që bën në përditshmëri me qytetarët. Kështu që në fund të pasi mbarova studimet për një farë periudhe duke dhënë dhe mësim në universitet, mendova që unë duhet merrem me qytetarët dhe përfundimisht vendosa që të qëndroj në Bashkinë e Lushnjës, patjetër që duke kaluar në shumë nivelet të administrimit të institucionit të bashkisë, kjo gjë më bëri që unë ta njoh shumë mirë këtë institucion, të kuptoj akoma më mirë mentalitetin e njerëzve, çfarë ata presin nga një drejtues dhe çfarë duan ata të shohin ndryshimin në komunitetin ku ata jetojnë, dhe kjo besoj që më dha dhe një lehtësi të madhe në punën time kur në momentin që unë mora detyrën e kryetarit bashkisë. Si është mendimi yt në lidhje me marrëdhënien pushtet vendor, pushtet qendror? Doje ta kishe ose një eksperiencë ose qofte edhe një, si e mendon ndarjen mes pushtetit qendror dhe pushtetit vendor? A duhet të shkojnë bashk? A duhet pushteti vendor të jetë tërësisht i pavarur? A është më i madh kontributi që një grua, një drejtuese mund të japin pushtet qendror apo në pushtet vendor? Patjetër që ato duhet jenë të ndërlidhura me njëra tjetrën, sepse që të dy këto pushtete në fund ajo që ofrojnë në shërbimin ndaj qytetarëve. Patjetër që pushteti vendor ka nevojat për atë pavarësinë e vet, por nuk mund të punojë dhe i ndar prej pushtetit qendror, duke qenë se ne jemi në përditshmëri me qytetarët dhe pavarësisht se disa shërbime janë apo jo të pushtetit vendor, qytetarët trokasin në derën e bashkisë dhe mendojnë që kryetari i bashkisë, të cilin ata e kanë zgjedhur në mënyrë të drejtë për drejtë, është ai që duhet i shërbej për çdo shërbim apo nevoje që ata kanë. Kështu që patjetër që dhe ndërlidhja me njëri tjetrin është shumë e rëndësishme, por mendoj që një drejtues që të japi veten, të shfaqë veten, mendoj që pushteti vendor është ajo që ta jep satisfaksionin më të madh, sepse ti merr edhe shqetësimin, edhe kënaqësinë e qytetarëve, e merr drejt për drejt nga ata, jo duke ta treguar të tjerët apo duke ta shprehur të tjerët. Edhe është interesante se nëse një ligj, unë e them gjithmonë këtë gjë, nëse një ligj do ca kohë për të shkuar tek qytetarët apo një vendim i pushtetit qendror, një vendim i pushtetit lokal apo një veprim që bëhet e prek direkt me njëherë jetën e tyre dhe duket impakti. Kjo besoj është një nga gjërat që jep adrenalin edhe në pjesën e përgjithshme. Si është ti kryetare një bashkie kaq të fuqishme, edhe cilat janë disa nga problematikat kryesore edhe nga zgjidhjet që ju jeni munduar të jepni gjatë mandatit tuaj?
Patjetër që lushnja ka një potencial të jashtëzakonshëm në fushën e bujqësisë dhe ne krenohemi me produktet tona, të cilat jo vetëm zën një vend të rëndësishëm në tregun vendas, por patjetër që edhe në eksport kudo në Europë. Në vizionin tim unë jam përpjekur që të bëj një lidhje midis tregut, teknologjisë, inovacionit, punës së fermerëve, të punosh në një bashki që fokus kryesor të saj ka bujqësinë, do të thotë që duhet jesh akoma më pranë tyre. Një nga problematikat më të mëdha që ata shpesh kanë është infrastruktura në zonat bujqësore, që janë sistemet e kanaleve ujitëse, kulluese, por dhe patjetër rrugët e arave, por ajo që është dhe më e rëndësishme është edhe nevojat që ata kanë që prodhimet e tyre të shkojnë të sigurta drejt tregut dhe të shiten drejt tregut, dhe patjetër që një nga punët e përditshmërisë që ne bëjmë, fokusin kryesor e kemi drejt kësaj dege të ekonomisë. Sot kemi shumë pika të cilat bëjnë grumbullimin e prodhimeve dhe eksportojnë, kemi shumë pak, vetëm 2 pika që merren me agropërpunimin, dhe patjetër që një nga projektet më madhore që unë synoj të realizoj në Bashkinë e Lushnjës është ndërtimi i zonës ekonomike bujqësore, ku si pikë të saj përveç magazinave të grumbullimit do të ketë dhe agropërpunimin, në mënyrë që të gjithë prodhimet e fermerëve të kenë mundësi të shkojnë drejt tregjeve dhe jo një pjesë e tyre të mos ketë mundësi të shitet dhe shpeshherë përfundon në tokat e tyre të panxjera në treg. Dhe patjetër që i kushtoj një rëndësi këto vitet e fundit, jemi përpjekur shumë edhe bashkëpunimin edhe me shumë organizata ndërkombëtare, siç është UNDP-ja, që kemi mbështetur disa biznese të vegjël dhe të mëdhenj. Aktualisht jemi duke punuar me FAO-n, jemi duke punuar edhe me organizma të ndryshëm, sepse duam që fermerët tanë të këshillohen si duhet, në mënyrë që ato prodhime që ata mendojnë të prodhojnë në tokat e tyre, të kenë të sigurt tregun dhe që djersa dhe puna e tyre të mos shkojë dëm. Në fakt, një nga punët që ne bëjmë ku shpesh takohemi dhe bashkë është pjesa e bashkimit vajzave dhe grave në rrjetin e leadershipit, vajzat dhe kryetaret e bashkive, gjithashtu edhe këshilltaret bashkiake në aleancat për gratë këshilltare bashkiake. Dhe një nga nismat që ne kemi bërë ka qenë edhe barometri gjinor i pushtetit vendor, në të cilën na rezulton vit pas viti që vajzat dhe gratë kanë më pak akses në fondet ose në grantet për bujqësinë, ndonse normalisht me statistik kam një përshtypje se janë ato që punojnë më shumë paktën në terren, nëse se kam gabim si statistik. Është bërë diçka për këtë, mund të marrim dhe një masë të përbashkët, si mund t'i drejtojmë gratë dhe vajzat më shumë drejt përfitimit të mbështetjes së granteve të ndryshme që mund të ketë për bujqësinë në nivelet ndryshme, edhe për organizata ndërkombëtare, siç ju keni mbështetur, po edhe grantet që jepen nga shteti, apo edhe nga vetë bashkia, si funksionon? Ka një sistem mbështetës për to? Patjetër që gratë janë ato që janë krau kryesor i punës, i ekonomisë familjare në ferma, por shpeshherë ku bëhet fjalë për të menaxhuar një biznes apo për të menaxhuar ekonominë, vazhdojmë pak të kemi akoma atë mentalitetin që në krye të çdo pune duhet jetë burri, por duke qenë se jam një kryetare femër, jam përpjekur që të bëj dhe disa politika mbështetëse për gratë e zonave rurale. Prej 2 vitesh ne në Këshill Bashkiak kemi marrë një vendim për të mbështetur të gjitha ato gra dhe vajza të cilat jetojnë në zonat rurale dhe duan që të zhvillojnë një biznes, sidomos në fushën e agroturizmit. Për 3 vite ato nuk do të kenë asnjë detyrim fiskal ndaj institucionit të bashkisë, në mënyrë që ato të përforcojnë ekonominë që ato synojnë të ndërtojnë në familjet e tyre. Patjetër që po përpiqemi dhe me donatorë të ndryshëm në mënyrë që e para të ndryshojnë mentalitetin dhe të kuptojnë që një grua kur drejton një punë apo një biznes e bën më me shumë përkushtim dhe me shumë dashuri, më me shumë angazhim, që do të thotë që jep edhe një rimëkëmbje akoma më të madhe ekonomisë së familjes.
Është edhe është e rëndësishme në fakt, edhe që ne kemi diskutuar disa herë edhe bashkë edhe pjesën e pronësisë që ndonjëherë nuk është në emër të grave, edhe në pjesën e drejtimit të bizneseve, sepse puna është aty, ndodh, edhe ndonjëherë janë këto teknikalitetet që në fakt janë edhe zgjidhje që duhet vinë nga pushteti qendror me legjislacion. Por janë shumë të rëndësishme nismat për mbështetjen e tyre. Dhe ju keni bërë disa nismat, një pas njëshme edhe për mbështetjen e barazisë gjinore në përgjithësi. Dhe nga ana tjetër keni bërë në fakt një sër nismash edhe për promovimin e lushnjës, edhe për promovimin e produkteve dhe për potencialin e saj, siç e thamë, edhe ekonomik. Cila ka qenë një nga arritjet për cilat kur ktheheni pas në kontributin e dhënë gjatë këtyre viteve, thoni kjo është arritja për cilën jam më shumë krenare? Në fakt, kur je në detyrën e kryetares së bashkisë, çdo ditë ti jeton me shqetësime dhe gëzime të qytetarëve dhe çdo ditë kur bën ndërtimin e një shkolle, rikonstruksionin e një kopshti, rikonstruksionin e një rruge, çdo ditë ti ndjen krenari për atë që bën, sepse kur dëgjon nga qytetarët të cilën thonë që sa mirë u bë kjo sepse na u përmirësua jeta, patjetër që ti ndjen krenarim për atë që ke bërë. Kemi bërë shumë vepra të rëndësishme në Lushnjë, kemi arritur të mbas një kërkese prej më shumë se 30 viteve, kemi arritur të bëjmë rikualifikimin e projit të qytetit, në cila e ndan qytetin në 2 pjesë, kemi arritur të bëjmë unazën kryesore të qytetit. Aktualisht jemi në rikonstruksionin e kinoteatrit Vaçezela, e cila është dhe ikona e muzikës shqiptare, por patjetër që nuk kemi ndalë dhe me promovimin. Ne këtë vit kemi edicionin e 5 të panajirit ndërkombëtar të bujqësisë, ku si qëllim kemi të krijojmë atë ndërlidhjen midis fermerëve dhe bizneseve në mënyrë që ekonomia kryesore që ne kemi në Lushnjë të njihet kudo, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Europë, dhe dijem shumë mirë që nga viti në vit ajo ka pas një rritje dhe ka pas një vëmendje akoma më të madhe. Shumë e rëndësishme në fakt, është mbështetur artizanati, është pjesë e kulturës. Në një nga standat që ne vendosim të Bashkisë Lushnjë, patjetër që përfshijmë edhe punën artizanale të grave tona duararte, sepse jemi tashmë duke bërë një projekt për gratë artizanale, ku i kemi mbledhur të gjitha ato gratë që bëjnë këto punë të dorës për të ruajtur traditën. Ne po i organizojmë në një shoqat në mënyrë që ato jo vetëm të vazhdojnë ta kthejnë në një ekonomi, por patjetër ti kemi mundësi që edhe ti promovojmë që të gjithë këto punë të dorës që ato bëjnë, jo vetëm ruhen, përçohen në breza, por patjetër që i sjellin dhe një të ardhur familjes së tyre. Është shumë e rëndësishme përçimi në breza, se ne kemi kulturë shumë të pasur në Shqipëri në përgjithësi, dhe shumë e rëndësishme të mos fraksionohet kalimi ndër breza i artizanatit që në fakt e kemi shumë të rëndësishëm dhe mbulohet pjesa më e madhe nga gratë në përgjithësi. Nëse dikush do t'ju pyeste çfarë bën realisht një kryetar bashkie, si është dita e një kryetarit bashkisë, një kryetare bashkie, se bëjmë të gabimin gjithmonë që i themi fjalët e drejtuesve në gjinin mashkullore, çfarë bën një kryetare bashkie? Si është dita jote normale? Patjetër që mëngjesi është fokusimi ndaj familjes, ku patjetër përgatis djalin i cili aktualisht është në klasën e 2, një kafe me bashkëshortin tim, dhe më pas, ashtu si që kemi merak në gratë të jemi korrekte, çdo ditë në orën 8:10 unë hyj në zyrë, në mënyrë që të ndjek të gjitha të rutinën e përditshme të punës, që nga takimi me qytetarët, gjë që bëj të çdo dite, por patjetër edhe me detyrat, me stafin e bashkisë, në mënyrë që ato shërbime ne të përpiqemi t'i japim sa më shpejt dhe patjetër në një nivel shumë të duhur. Folëm për arritjet, folëm për gjithë gjërat e bukura që janë bërë, po nuk ka vetëm arritje dhe momente të bukura, edhe momente frymëzimi. Cila ka qenë një nga sfidat kryesore që ke hasur, sidomos në këtë detyrë, po ndoshta edhe në detyrat e tjera politike që të kanë thënë, okay, prit se ndoshta është një sfidë tepër e madhe.
Në fakt, sfida më e madhe ka qenë kur unë ka marrë detyrën e kryetares së bashkisë, pavarësisht se kisha shumë vite në rrugtimin tim politik, por patjetër dhe administrativ, sepse asnjëherë në Bashkinë e Lushnjës nuk ishte arritur as të kandidonte një femër, jo të ishte kryetare bashkie, dhe fillimisht patjetër që edhe qytetarët shpeshherë më dukeshin mosbesues që unë do t'ja dilja mban, por çdo ditë duke komunikuar me ta, duke qenë pranë tyre, duke ndjekur vetë edhe në territor çdo shërbim dhe çdo punë, shija që besimi ndaj tyre ndihej çdo ditë më shumë dhe patjetër që këtë e shoh akoma dhe sot nga mbështetja e jashtëzakonshme dhe kënaqësitë që ata më japin sa herë që unë i takoj në rrugët e qytetit apo në rrugë të ndryshme të fshatit kur unë shkoj shpeshherë për t'i vizituar. Është një gjë shumë e rëndësishme, në fakt kjo është në funditës kënaqësia e të bërit punën të mirë. Sidomos kur je rritur, ke lindur, je rritur në vendin që drejton. Në fakt, patjetër që sfidat janë aty dhe janë sfida të cilat nuk janë vetëm për shkak të pozicionit, por shpeshherë janë edhe për shkak të gjinisë, siç ti e the, nuk ishte kandiduar asnjëherë një kryetare grua dhe në zgjedhjet e fundit ne patëm sa kandidat kishim, ti kujtoj 150, 153 kandidat, apo jo, dhe vetëm 16 prej tyre ishin vajza dhe gra. Dhe nga këta 16, vetëm fituan 8 prej tyre që janë 50%. Dhe nga të gjitha studimet që ne bëjmë, statistikat që kemi, gratë të cilat vendosen, sidomos në sistemin mazhoritar që është ai për zgjedhjes së kryetarit të bashkisë, e fitojnë. Pra nuk është mit që gratë dhe vajzat nuk marrin vota dhe prandaj nuk dalin kandidatë dhe ju jeni një dëshmi e kësaj gjëje. Po nga ana tjetër është e vërtet që gratë në politikë kanë disa sfida të veçanta. E keni ndjerë këtë gjë ndonjëherë gjatë karrierës politike, për faktin që keni qenë grua jo vetëm gjatë momentit kandidimit, ka pasur në një barrierë tjetër, ne themi gjithmonë për shembull aksesin financa, aksesin në media, dhuna me bazë gjinore politike, e cila është gjua e urrëties, e cila është shumë e drejtuar ndaj vajzave dhe grave sa ndaj burrave dhe djemve. Keni patur ndonjëherë sfida të tilla që ju kanë bërë të ndjeni e diskriminuar? Patjetër që në përditshmërinë e punës, ne shpeshherë përveç se kënaqësive që marrim, patjetër që marrim edhe shpesh dhe ato ndonjëherë epitete që ndonjëherë i them vetes time ose familjarëve të mi që sidomos kjo është bërë me theksuar nga mediat dhe nga rrjetet sociale që më gjykon dikush që nuk më njeh. Sepse nëse me gjykojnë qytetarët e mi apo të gjithë ata që më njohin, patjetër që mbase e meritoj atë epitet apo të fjalë që më është vënë, por përsëri këto sfida shpeshherë kalohen kur ti je midis qytetarëve të tu, të cilët e shikon nga mënyra se si ata komunikojnë me ty çdo ditë dhe se sa kënaqësi të dhurojnë dhe të falenderojnë për ato gjëra që ti bën në përditshmërinë tënde për t'i shërbyer patjetër atyre sa më mirë. Në pjesën e sfidave kam një përshtypje se është edhe pjesa e balancës, ti e the pak më përpara, balancës karrierë, familje. Jeni gjendur ndonjëherë në këtë pjesën që familja ka thënë ne tani boll kontributi jashtë, ne dua mamin në shtëpi. Në fakt është e vështirë që të mbash një ekuilibër të tillë, për fat të mirë bashkëshorti më jep një mbështetje të jashtëzakonshme, po kanë qenë situata kur mua më kanë përlotur, kur unë kisha pak kohë që kisha marrë detyrën dhe i mbirë që ishte vetëm 3 vjeç në atë periudhë dhe që përpiqej të më tregonte se si e kishte kaluar ditën në kopësh dhe ndërkohë që unë flisja në telefon dhe në një moment më tha dua mamin tim dhe më mungon mamaja ime dhe nuk dua më maman kryetare, por dua që ti t'jesh për mua dhe t'jesh vetëm e imja. Dhe në fakt shumë net kam bet pa gjumë dhe që i thoja vetes mbase ai në këto momente kishte shumë nevojë për mua dhe unë bërja një zgjedhje të tillë, por
Kur ke një mbështetje të jashtëzakonshme të familjes, përpiqesh që këtë gjë ta kalosh dhe në ditë të caktuara të fokusohesh në familje, sepse të jesh kryetare bashkie do të thotë që 24 orë në ditë, në 7 ditë të javës, ti gjithë kohën duhet të jesh aty gati për çdo proces pune, për çdo emergjencë që duhet i përgjigjesh, por përpiqemi që të dielave të fokusohemi ndaj familjes dhe sidomos ndaj djalit që ndjen akoma më shumë mungesën. Po është pasaj shkrenar, kur i thuaj që këtë shkollën e ka ndërtuar mami, këtë iniciativë kemi bërë bashkë edhe shpeshherë vihemi në presionin e balancës edhe ndonjëherë mendon të ja vlen apo s'ja vlen, po është ajo që ti the në fillim që për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për fëmijët është një gjë për cilën duhet punojmë gjithë aty ku mundemi dhe me kontributin që mundemi dhe kontributin në drejtim të një bashkie është një nga më të mëdhenjt që mund t'japem. Ne kemi një rubrik të cilën e bëjmë gjatë intervistës, e cila shkon përtej bisedës, sepse përgjigja e pyetjeve që ne bëjmë është vetëm me një fjalë. Është mit apo është e vërtet? Dhe tashmë kemi rubrikën mit apo e vërtet me Eriselda Sefa, kryetare e Bashkisë së Lushnjës. Mit apo e vërtet? Politika lokale është më e vështirë se politika kombëtare. E vërtet. Qytetarët sot janë më kërkues dhe më kritik ndaj pushtetit lokal. Është e vërtet. Projektet europiane janë çelësi për zhvillimin e bashkive. E vërtet. Kritikat e qytetarëve nuk e pengojnë, por e ndihmojnë qeverisjen e mirë. Është e vërtet. Politika shpeshherë prek pak më shumë jetën private të vajzave dhe grave në krahasim me burrat dhe djemt. Vërtet. Financat ndikojnë ndjeshëm në mundësinë për të komunikuar me zgjedhësit, jo vetëm gjatë fushatave zgjedhore, por edhe gjatë ushtrimit mandatet. Mit. Gratë në politik gjykohen më ashpër për gabimet e tyre se sa burrat dhe djemt. E vërtet. Politika është kompromis i vazhdueshëm i cili duhet bërë. Mit, mendoj. Stereotipi se gratë nuk marrin vendime të rrezikshme i kufizon mundësitë e tyre. Mit. Politika shpesh është një lojë pushteti, më shumë se sa diçka që bëhet në përditshmëri. Mit, mendoj. Shumë faleminderit. Kjo ishte edhe rubrika mit apo e vërtet. Shpeshherë kemi të vështirë t'i themi gjërat vetëm me një fjalë, por unë e them gjithmonë që sidomos ju vendimarrësit keni vetëm një vendim për të marrë. Ndonjëherë shpeshherë duhet të thënë po ose jo, edhe për sa i përket buxheteve që dedikohen në nisma të ndryshme, edhe për sa i përket vendimarrjes për projekte të ndryshme që duhen bërë. Ju keni në Këshillin Bashkiak të Lushnjës, si në 61 bashkitë të tjera, Aleancën e Grave Këshilltare Bashkiake. Si ka funksionuar dhe a ju ka ndihmuar në punën tuaj në ndonjë aspekt? Për fat të mirë, Aleanca e Grave Këshilltare në Lushnjë është shumë aktive dhe gratë këshilltare atje shpeshherë përfshihen edhe në shumë projekte që zbaton bashkia, por janë edhe një zë për të kërkuar, për të realizuar ndonjë shërbim që ato gjatë ushtrimit të detyrës tyre si këshilltare mendojnë që duhet t'i shërbehet qytetarëve, por patjetër duke pasur edhe atë fokusin gjinor brenda. Një nga pyetjet e fundit është kjo gjithmonë, nëse do të kishe mundësinë dhe detyrimin për të bërë vetëm një gjë, cila do të ishte ajo gjë që do të bëje për Lushnjën? Nëse do të kishe vetëm një gjë të vetme në dorë, pra një kalë beteje. Në fakt, unë dua të bëj shumë gjëra për Lushnjën dhe në një fjalë të vetme do të ishte e pamundur, por që diçka që do doje të lihet trashëgimi, pra një kalë beteje, ju e përmendëm pak më përpara në lidhje me komplet krijimin e rrjetit, për bujqësinë etj, po një gjë e veçantë që e ke vetë, që e ke dëshirë. Ka ndonjë gjë specifike?
Në morinë e gjithë shërbimeve dhe investimeve që kam realizuar, po dhe që dua ta realizoj në Bashkinë Lushnjë, patjetër që një nga më të rëndësishmet është të jap sa më shumë vëmendje të rinjve, sepse ata janë e ardhmja jonë. Kam realizuar ngritjen e disa qendrave rinore për ta, por patjetër që mendoj që duhet jap një vëmendje akoma më të shtuar, sepse të rinjt duam që të kthehen në Lushnjë dhe patjetër që të kontribojnë dhe të jenë dhe ata një gur themeli në të gjitha atë kështjellë të madhe që duam të ndërtojmë ne për të ardhmen e fëmijëve tanë. Është shumë e rëndësishme në fakt, edhe ngadoj që shkojmë që flasim me të rinjt, të cilët i kemi pjesë këshilluese edhe të punës me këshillat bashkiak, na thonë që duam një kinema. Do ta kemi një kinema në Lushnjë për të rinjt? Me përfundimin e rikonstruksionit të kinoteatrit Vaçezela, patjetër që një pjesë të saj ne do të ta kthejmë edhe në kinema, sepse kinemaja e dikurshme nuk ekziston më, kështu që ne kemi menduar të përshtasim një prej ambienteve të saj për të patur mundësi që të ndjekin dhe filma të ndryshëm, të rinjt apo të gjithë dhe jo vetëm të gjithë qytetarët e Lushnjës. Dhe shumë interesante, ne punojmë me të rinjt dhe shohim që kanë kapacitete të jashtëzakonshme edhe në pjesën e teknologjisë, dhe uroj dhe shpresoj që kjo mund të jetë edhe një nga nismat për ta lidhur teknologjinë, siç ju e thatë pak më përpara, me bujqësinë, me sipërmarrjen, edhe me qendrat për të rinjt, për të forcuar këtë pjesën e sipërmarrjes rinore, sidomos në fushën e bujqësisë, që ne kemi kaq shumë bekim nga Zoti në Shqipëri, por që mendoj se mund ta investojmë pak më shumë edhe për t'ia kaluar si trashëgimi të rinjve. Unë jam sapo jemi në përfundim të rikonstruksionit të një godine, e cila do të jetë qendra Youth Tech, ku qëllim të së cilës do të ketë pikërisht që të rinj të merren me teknologjinë e informacionit, dhe patjetër që një nga pikat kryesore do të jetë që të përpiqemi të krijojmë edhe teknologji të reja që të shërbejë ekonomisë sonë kryesore, që është bujqësia. Pikërisht, pra nismat e tilla janë shumë të rëndësishme, dhe me që jemi tek të rinjt, unë do të doja një mesazh të fundit për gjithë ato gra dhe vajza, po edhe të rinj të cilët duan të futen politikës edhe duan të angazhohen më shumë në vendimarrje. Unë do t'i bëja një thirrje të gjithëve në fakt, edhe të rinjve, por edhe sidomos grave dhe vajzave, të bëhen pjesë e politikës, të mos hezitojnë pavarësisht sfidave dhe vështirësive që ato do të kenë në rrugtimin e tyre, pasi nëse dëshirojnë që të lënë një gjurmë të bukur si në komunitetin e tyre, por patjetër edhe në rrugën e tyre profesionale dhe patjetër ato politike, është që të bëhen pjesë e politikës dhe të bëjmë pjesë e vendimarrjes. Eriselda Sefa, faleminderit për kontributin e përditshëm, faleminderit për gjithë nismat bukura që ndam. Ne do të jemi aty edhe për t'ju mbështetur, sidomos tek pjesa e të rinjve dhe vajzave dhe grave, me shumë kënaqësi. Dhe ju urojmë suksese në vijim për të qenë një zë sa më i fortë për qytetarët e Lushnjës, po edhe për të qenë një nga ata kryetarë bashkie që realisht veprojnë në të mirë qytetarëve, edhe që i dëgjojnë nevojat e tyre dhe i kthejnë ato në veprim. Shumë faleminderit që ishit me ne në podcast sot. Shumë faleminderit dhe ju për ftesën, dhe ishte vërtet një kënaqësi shumë e madhe dhe shijova shumë këtë bashkëbisedim. Ky ishte episodi i sotëm i Vox Politics, nga unë Elira Çepani, ju përshëndes dhe shihemi në episodin e radhës. Faleminderit.